Kryeministri Edi Rama ka inspektuar mëngjesin e së hënës rrugën Bunavi-Kërkov në qarkun Vlorë, e cila ka hyrë në fazën e dytë të ndërtimit. Kreu i qeverisë tha se ky projekt hap një perspektivë të re zhvillimi për 7 fshatra të njësive Shushicë dhe Llakatund. I pranishëm ishte edhe ministri mbrojtjes Piro Vëngu, i cili u shpreh se rruga e re do t'i shërbejë dhe bazës ushtarake të Bunavis, e cila do të ketë rreth 500 forca të emergjencave civile. Është baza kjo është qendra formimit profesional dhe shkollat e formimit të muajve të parë të gjithë ushtarakëve, baza e famshme e Bunavis, të cilës do i bashkohen kryeministër edhe një brigadë emergjencave civile që do jetë dedikuar për qarkun e Vlorës, ishte vetëm në qark që nuk ishte brigadë emergjencave civile. Dhe praktikisht në këtë bazë do jenë në mënyrë permanente 500 ushtarakë dhe personel mbështetës, çka e bën edhe një vend ku nevojiten më shumë shërbime dhe ne do gjejmë një mënyrë së bashku me bashkinë që të mund të marrin shërbime nga banorët e zonës, ushqim nga zona, në mënyrë që të rigjenerohet pak edhe ekonomia lokale. Rama foli dhe për projekte të tjera në këtë zonë. Duhet ta përmirësojmë cilësinë këtu, po bëjmë gjithatë punë me konviktet dhe shkollat profesionale. Do të bëhen konvikte europiane që kush çon fëmijën në një shkollë profesionale ta ketë në kushte më të mira. Kur vinë ushtarakët në muajt e parë, duhet të bëjmë kushtet optimale. Do të bashkëpunojmë me Fondin e Zhvillimit, shtoi kryeministri. Duhet të bëjmë ndërhyrje. Duhet ta përmirësojmë cilësinë këtu, po bëjmë gjithatë punë me konvikte dhe shkolla profesionale që do bëhen konvikte europiane që kush çon fëmijën sidomos nga fshatrat në shkollë profesionale ta ketë me kushtet më të mira. Tani po bëjmë ato të tjera të ndërta, tani këtu ku vinë ushtarakët për muajt e parë do t'i bëjmë kushtet optimale tani. Kë kemi mundësi, bëjmë një investim, t'i përmirësojmë të godina, t'i bashkëpunojmë dhe me fondin, t'i veshim me sistemin e kursimit e energjisë, t'i jenë top. Gjatë inspektimit të rrugës Bunavi-Kërkov në Vlorë, kryeministri Rama konsumoi dhe një kafe me qytetarët e pranishëm. Më pas ai ngriti dhe një dolli ndërsa tha, dua të ngrej një dolli për të tërë ju bashkë, për partinë tonë nuk diskutohet, për Shqipërinë në BE, duhet ta fusim në BE. Për partinë tonë nuk diskutohet, për Shqipërinë në BE, duhet ta fusim në BE. Atje.